Gjatë muajit mars është vërejtur një përmirësim i dukshëm në sektorin e turizmit dhe në hyrjet e shtetasve në Shqipëri. Konkretisht, gjatë këtij muaji kanë hyrë në territorin e Republikës së Shqipërisë rreth 1.28 milion shtetas shqiptar dhe të huaj, me një rritje prej 11.7% krahasuar me marsin e vitit 2025. Ky zhvillim konsiderohet pozitiv pasi 2 muajt e parë të vitit kishin shënuar rënjet e lehtë të hyrjeve. Në aspektin e përbërjes rezulton se gjatë muajit mars kanë hyrë edhe 680.000 shtetas shqiptar me një rritje prej 12.5% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Nga ana tjetër, numri i shtetasve të huaj që kanë vizituar Shqipërinë ka arritur në rreth 609.000, duke shënuar një rritje prej 10.8%. Kjo mund të jetë ndikuar edhe nga faktorë të jashtëm si situata e luftës në rajone të tjera, të cilat mund t'i kenë orientuar turistët drejt destinacioneve alternative si Shqipëria, e perceptuar gjithnjë më shumë se një vend i ri dhe i sigurt për pushime. Nëse analizojmë shpërndarjen sipas rajoneve, vjet re se pjesa më e madhe e turistëve vijnë nga Europa Jugore, e cila përbën rreth 80% të hyrjeve nga kontinenti evropian, ndërsa Europa Perëndimore kontribon me rreth 7%. Sa i përket qëllimit të vizitës, në 97% të rasteve, hyrjet e shtetasve të huaj në Shqipëri janë për arsye personale, si turizëm, vizita familjare apo aktivitete të tjera jo profesionale. Ky tregues ka shënuar një rritje prej 11.2% krahasuar me marsin e vitit të kaluar. Ndërkohë, hyrjet për qëllime biznesi dhe profesionale kanë pasur një rritje shumë më të lehtë për vetëm 0.2%, duke treguar se turizmi mbetet motivi kryesor i lëvizjeve drejt vendit. Në një panoramë të gjerë, në tremujorin e parë të vitit 2026 janë regjistruar rreth 3.5 milion hyrje të shtetasve shqiptar dhe të huaj. Nga këto, të huaj përbëjnë rreth 1.67 milion, me një rritje prej 3.2%. Paralelisht me hyrjet edhe dalin nga territori i Shqipërisë kanë shënuar rritje. Gjatë muajit mars, rreth 1.28 milion shtetas shqiptar dhe të huaj kanë dalë nga vendi duke regjistruar një rritje prej 8.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ky zhvillim pasqyron një dinamik të shtuar të lëvizjes së njerëzve dhe një intensifikim të përgjithshëm të flukseve hyrëse dhe dalëse në vend.